Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salati wa tamu taslima ala al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimet i takojnë Allahut xhalla xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë, salavatun mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm, jemi duke u shoqëruar me vlera dhe mirësitë dhe begatitë e muajit Ramazan. Prandaj dhe duke qenë se mirësitë e këtij muaji janë të larmishme, të ndryshme, të cilat përshkojnë të gjitha segmentet e jetës tonë, plotësojnë të gjitha nevojat e jetës tonë, janë pjesë aktive gjatë këtij muaji të gjitha komponentat e krijimit tonë, si aspekti shpirtëror, si aspekti mental, fizik, ai social, shoqëror, ekonomik e kështu me radhë. Prandaj dhe është e drejtë dhe rrugës që të mundohemi të nxjerrim dobi të ndryshme nga ky muaj begat. Në dy ligjëratat e javëve të kaluara, që nga fillimi i Ramazanit për javën e parë dhe të dytë, kemi folur për dispozitat që kanë të bëjnë me agjerimin, qoftë me çështjet shëndetësore, për agjëruesi dhe aspekti shëndetësor dhe agjëruesi dhe udhëtari. Sot me lejen e Allahut xhalla xhelaluhu do të flasim për çështjen ekonomike, e cila ndërlidhet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe indirekte me Ramazanin. Do të flasim inshallah për zakatin. Këtë kjo të ndershëm vëllezër, duke marrë parasysh se Islami është fe universale dhe është multidimensionale, do thotë përfshin të gjitha segmentet dhe pjesët, interesat e jetës së njerëzit. Islami, siç kemi promovuar, aspektin shpirtëror ka kryefjalën. Aspektin shpirtëror e ka kryefjalën, se për këtë jemi kriju. Mirë po, ka dhe segmente të tjera të cilat na plotësojnë neve në jetën tonë. Është edhe aspekti ekonomik. Islami ka ardhur me rregulluar aspektin ekonomik. Ose është edhe aspekti shëndetësor. Sikur të ishte diçka e dëmshme në agjerim, Allahu nuk do ta bënte ligj. Sikur të ishte diçka e dëmshme namazi, Allahu nuk do ta bënte ligj. Sikur të ishte diçka e dëmshme zakati, nxjerrja e pasurisë, e një pjesë shumë simbolike, Allahu nuk do ta bënte ligj. Por derisa këto interesa neve na kthehen, kryekput neve na kthehen. Asgjë Allahu nuk ka nevojë për to, atëherë i bie që Allahu i ka bën madje fundamente të kësaj feje. E që i bie se janë pjesë aktive e shoqërisë. Atëherë pra, themi se Islami ka ardhur që të bëjë zgjidhje individit, për njeriu të shoqërisë në shumë dimensione. Fillimisht ka ardhur për të bërë zgjidhje në aspektin shpirtëror. Dhe këtu hyn të gjitha normat e Islamit. Këtu hyn namazi, këtu hyn agjerimi, këtu hyn zakati, këtu hyn haxhi, të gjitha. Ka ardhur zgjidhje me i bë edhe në aspektin social. Edhe këtu hyn prapë të gjitha këto norma. Problemet sociale na i zgjidh namazi. Problemet sociale na i zgjidh zakati. Në i zgjidh agjerimi, në i zgjidh haxhi, edhe çështjet e tjera. Ashtu siç ka ardhur për të bërë edhe zgjidhje të problemeve ekonomike. Dhe këto probleme zgjidhen përmes normave që i ka parapo Allahu, që është zakati, sadakaja, sadakatul fitri, pra lëmosha e përgjithshme, lëmosha në muajin e Ramazanit e kështu me radhë. Pra Allahu xhalla xhelalu i ka sjellë këto mekanizma që ne të përfitojmë dhe ta rregullojmë statusin ton si njerëz. Andaj të ndershëm vëllezër, do të flasim për aq sa na premton koha sot, për legitimitetin e zakatit si shtylla e tretë e Islamit. Zakati vëllezër nuk është hobi, sikur që e kuptojnë një pjesë e shoqërisë tonë dhe vazhdojnë.
Shpesh neve në rastis të folë, madje mund ka bo vakike punë vitin e kalun, kur këm folë për zekatin, ka ardhur dikush dhe më tha që hoq 1 euro zekat për jep. Pse nuk i ka kuptuaj që zekati nuk o sadaka. Sadaka i bjen një shumë vullnetare 10 cent. 10 për që ata të shpërblesh, 1 cent për që ata shpërblesh. Vallai vëllezër, këtu me që u hap biseda, shpesh ne i neglizhojmë këto centat. Edhe zotëruna me i gjuh dikush, se mendon që 1 cent s'ka vlerë. Ka vlerë 1 cent, se ti grumbullon nga 1 i bën 10. 1 cent e pas shtinë në ark dikun, epe. Ti për çata ki më shpërbly. Se pi 1 centit bëhen 2, 10, 100, 1000, këtë me centa ka fillu puna. Ai 100 euro që nuk ka fillu pi 100 euro, po ka fillu pi 1 cent ju bën 100 euro. Kjo është sadaka. Kjo është limoshe përgjithshme. Këto a jep pa limit, kur dush, natën, ditën, 1000, 10.000, 1 milion, sa të kish. Zekati është shumë e përcaktune që ipet në madra të caktune, që ne sot nuk e kem këtë temë. Ne e kem temën sot me fol për legitimitetin, me kuptuar rëndësinë e zekatit, se zakati është shtylla e tretë e Islamit, që e man gjallë Islamin. Është obligim i detyrueshëm, i cili është bë obligim vëllezër në periudhën medinase, në vitin e 2 të hijretit, pas obligueshmërisë së Ramazanit, është bë obligim zekati, nxjerrja e një sasie të pasurisë para ata që i plotson kushtet, jo për çdo kan, jo çdo kush që i ka 100 euro në xhep ka obligim zekat. Madje as që i ka 1000. Do të më pas 7100 e tutje që janë palu në vit si ke përdor hyn fuqi zekati. Në pika të shkurtra, sepse çdo kapital e ka limitin e vet, e ka kuotën e vet, e ka nisabin e vet. Ka zekat në ari, në argjend, në pasuri, në drithra, në madra tregtar, krejt se cila ka do më thonë limitin ose kuotën e veç të ndarë. Prandaj të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, të cilin librin e ka zbrit neve, ka shpall për neve Allahu xhelle xhelalu, ja ka zbrit pejgamberit alayhis salam, që ne të përfitojmë, që ne të marrim mësim. Allahu xhelle xhelalu në shumë vende në Kur'an flet për zekatin. Do thotë në citate shumë të ku dietarët e stan thonë se janë mbi 30 citate që Allahu flet për zekatin në mënyrë të veçantë, ndërsa në 27 citate Allahu flet bashkë me namazin. Wa aqimus salate wa atuz zakat. Faleni namazin dhe jepni zekatin. Dhe me që kanë ardhur paralelisht, bashkarisht të dyja, dietarët e stan kanë folë shumë, sepse nuk ka ardhur për shemb namazi dhe haxhi, namazi dhe agjerimi, po namazi dhe zekati. Sepse fillimisht namazi pastron aspektin shpirtëror dhe para përgatit aspektin shpirtëror për nxjerrjen e pasurisë. Pa përgatit aspektin shpirtëror është problem me dhënë zekatin. Prandaj Allah i ka parapri, faleni namazin e bëni zekatin. S'ka thonë e bëni zekatin, faleni namazin. Pse? Ai që e fal namazin e ka pastru aspektin shpirtëror, e ka parapërgatit vetveten, sepse malli e vëllezër, malli, kapitali është i dhimbshëm. Kështu Allah e ka përshkruar në Kur'an, "Wa tuhibbuna al-mala hubban jama'a." Allahu thotë ju shumë e doni kapitalin. Kjo nuk ka të bëjë me neve këto vëllezër. Ky ajet nuk ka zbrit për një xhami, nuk ka zbrit për një komunitet. Ne kur themi ne, prej kohës zbritjes deri në kiamet, qenia njerëzore e don mallin. Është e natyrshme, madje s'ka behane këto, s'ka kur gjë të keqe. Pse? Kapitali është pjesë e jetës. Veç që nuk duhet mu dashuron kapital. Ai që dashurohet kapital nuk mund mu dashuron Allahun xhel xhelal, nuk mund me dashur Allahun. Prandaj, me mas, pra, punojmë për kapital, kapitali është pjesë e jetës, me kapital afrohemi te Allahu, me kapital e adhurojmë për Allahun, me kapital ndërtojmë, me kapital e kanë ndërtuar këto. Me kapital jemi vesh, me kapital shkojnë në haxh, e kështu me radhë. Por me mas pra. Andaj Allahu xhel xhelalu pra, kjo është e urtësive që kanë përmend dietarët islam, pra namazit bashkë me zekatin, sepse ai i cili ka pastruar shpirtin, pastaj e ka më të lehtë nxjerrjen e kapitalit dhe e largon kooperacinë, që do të flasmi pak më vonë për të. Allahu xhel xhelaluhu lidhur me dhënien e zekatit, nxjerrjen e zekatit, pra na flet shumë vënë në Kur'an,
në surën At-Tauba në citatin 103, kapitullin e pendimit pikërisht, Allahu xhalla xhelalu thot: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha." Merrti prej tyne, pra këtu i drejtohet Allahu xhalla xhelalu pejgamberit alayhis salam, e që ligji i vlen deri në kiamet. Merr prej tyre, pra zakatin e mallit të tyre. Tutahhirhum, që ti pastrosh ti ata. Ti pastrosh anën e brendshme. Pra nga shpirt likësia, nga tahmaqarllaku. O të zekihim biha, edhe t'ja pastrosh edhe pasurinë e tyre. Pra zekati është pastrim i dyanshëm. E pastron anën shpirtërore nga kooperacia, tahmaqarllaku, dhe e dyta e pastron mallin, e pastron kapitalin. Po ashtu, kur flasim për zekatin, vëllezër, ndoshta edhe pse këtu përsëriten çdo vit këto tema, po edhe mund të harrohen. Spari, ndoshta ju intereson dikuj me ditë çfarë kuptimi ka nocioni zekat. Fjala zekat ka shumë kuptime. Në mesin e tyre është pastrim, e ka përmend Allahu këtë shumë vende të Kuranit. Pra, pastrim, edhe pastrimi i shpirtit tham, edhe pastrimi i kapitalit. E çka i bën kjo pastrimi i kapitalit? Se dikush ndoshta e ka të vështirë me kuptu. I bjen qatë hise që ti dush me dhon, ajo nuk e jotja mo. Nuk është e jotja. Ai që i ka për shembull mbi 7.100 euro që i flenë si ka përdor një vjet, çka ka mbi ta, duhet me dhon 2.5%. Qa e 2.5%, për shembull për 8.000 euro, 200 euro. Që ato 200 euro si në tuat. As mjetë si janë ato, jenë të fukaras. Që kjo është pastrimi, që shtu të me kuptu. Pra, ose ari, mbi 85 gram, ose 93 gram, varsisht sa karat është ari, çfarë lloji është, por 2.5%. Ai s'është i yti. Pra, i bjeni në farforme, jetë i marë mallin e huj, jetë i kesh përdor. Prandaj, duhet me adhon për fukaras. Duhet me adhon ti që i meriton që do të lasim kujt i takon. Kështu që kjo është një pikë kuptimi. Kuptimi tjetër është shtim. Zekati, pra pe nocionit zekati është shtim. Zekati e shton mallin e vëllezër, nuk e pakson, e shton. Allahu xhël xhelal çështu po thot, pra pikërisht në shumë vende të Kur'an, në kapitullin e Rum, pra në kapitullin e Romakëve, në citatin 39 thot: "Wa ma ataytu min riban liyarbu fi amwalin nas." Pasurinë që ju po e jepni për ta shtu mallin tek njerëzit, fela yarbu inda Allah. Kjo nuk shtohet te Allahu. Pra i bie që mallin, kapitalin që po e jepni ju për kamat, me shtu pra mallin ju përmes kamatës, Allahu po kjo nuk shtohet te Allahu xhël xhël. Wa ma ataytu min zakatin turidun wajha Allah. Ndërsa mallin që po e jepni ju për qindjen e zakatit që po e jepni ju për ta arrit kënaqësinë e Allahut xhël xhelaluhu, fa ulaika humul mud'ifun. Këta janë ata që Allah do t'ja shumë fishon. Këta janë ata që Allah do t'ja shumë fishon kapitalin e tyre. Pra, nga kjo pjesë e citatit e kuptojmë dhe citatet e tjera që zekati, pra, prej nocionit të zekatit është shtimi i kapitalit. Pastaj, prej argumenteve që flasin për legitimitetin e zekatit, shumë të hadithi njohur që Islami është i ndërtuar mbi 5 shtylla, në mesin e tyre është edhe zekati. Po ashtu, hadithi Muadh ibn Jabelit radhiyallahu anhu që shumë i rëndësishëm kur e ka dërguar pejgamberi sa në Yemen, Yemenasit asaj kohë kanë qenë ehlu kitab, i tharë të librit, pra kanë qenë të krishterë dhe i ka thënë pejgamberi alayhis salam innaka tati qauman min ahli alkitab. Ti i jetë shku të një popull që i tharë të librit, pra i din parimet, atëherë mësoja shahadetin, namazin, edhe pastaj i ka thënë fa'allimhum an Allah iftarada alayhim sadaqa. Edhe tregoj atyre se Allahu xhel xelaluhu i ka obliguar me zakat. Fi amwalihim, do thotë i cila mirët nga pasuria e tyre, edhe mirët pra nga të pasurit e tyre dhe ju kthehet të varfërve të tyre. Atëherë vëllezër, pra pasuria ose rregullin, normën, ligjin që ka pru Allahu xhel xelaluhu Islami për zakatin është që të rregullohet standardi i shoqërisë, që jo të barazohen, po të balansohen vlerat, të kenë të gjithë njerëzit paktën një mbijetesë normale për kushtet e jetës së tyre. Tani po flas pak a shumë, edhe pse të shumta janë fakte që flasin për rrezikun e mosdhënies së zakatit,
Ka të ndershëm vëllezër argumente kërcënuese në Kur'an ka folë pejgamberi son për ata i cili i ka plotësu kushtet e zakatit dhe nuk e nxjerr zakatin. Shumëta janë citatet dhe hadithet e pejgamberit alayhiselam, mesin e tyre Allahu xhelle xhelaluhu thot kështu: "Alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim." Ata të cilët i deponojnë, i ruajnë arin dhe argjendin, mallin e tyre, paratë e tyre, kapitalin e tyre, dhe nuk e apin zakatin, atë hisën që i takon në rrugën e Allahut, përgëzoj me një dënim të dhimbshëm. E kam thënë këto më shumë se një herë, pse s'ka thonë Allahu këtu një dënim të madh, sikur që thot në disa vende në Kur'an, po dënim i dhimbshëm, thon dietarët islam se nxjerrja e kapitalit për dikon është e dhimbshme, i dhimbet malli, i duket që pe hub mallin kur e jep zakatin. E ai që se jep pra Allahu po të me të njëjtin dëshkim, me dënim të dhimbshëm kemë me dënu. Yawma yuhma alayha fi nari jahannam, ajeti tjetër e komenton çfarë dënimi. Ditën e gjykimit do të hudhën në zjarrin e xhenemit, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum, me pasurinë e tyre e cila do të shndrohet në zjarr, do t'i lyhet pra balli i tij, pjesa përparme, shpina e tij, edhe i thot Allahu: "Fadhuku ma kuntum taknizun", shijani pra ato që i keni që i keni deponu, edhe nuk e keni dhënë pra hisën në rrugën e Allahut xhelle xhelalu. Pra vëllezër, dhënia e zakatit është ligji i Allahut në radhë parë. Po Allahu këtë ligj e ka ndërlidhur me interesin ton, sepse na pastron aspektin shpirtëror, e pastron mallin, shpërblehemi për të, edhe njëkohësisht rregullojmë edhe gjendjen ekonomike të shoqërisë. Prandaj edhe pak minuta sa na kanë mbet, po flas për disa vlera dhe dobi të zakatit, të cilat pra krejt ekskluzivisht na kthehen neve si njerëz, si individ, si familje, si shoqëri, si vend e kështu me radhë. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, dhënia e zakatit është cilësi e besimtarëve të devotshëm. Pra, prej devotshmërisë është besimtari i cili i rrin gati, çysh i rri gati namazit, i rri gati agjerimit, haxhit, i rri gati edhe dhënies së zakatit është cilësi e besimtarëve të devotshëm. Thot Allahu xhelle xhelaluhu: "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd", besimtarët dhe besimtaret janë të dashur për njëri tjetrin. U yuqimuna salata wa yutuna zakat, i përmend Allahu disa atribute të tyre, e besimtarët pra e falin namazin, e apin zakatin, u yutiun Allah wa rasule, i nënshtrohen Allahu dhe të dërguarit e tij, ulaike sayarhamuhumullah. Të tillë do t'i mëshiron Allahu xhelle xhelalu. Kështu në surën Tobën citatin 7. Zakati shton dhe rrit pasurinë, siç e ceka edhe në fillim krejt prej nocioneve kuptimit të zakatit është shtimi dhe rritja e pasurisë. Këtë ka promovuar Allahu në kapitullin e 2 të Kur'an, thot Allahu xhelle xhelalu te ajete, te citate që flasin për ndalimin e komatës. Allahu flet në disa citate në fund kapitullin e Al-Baqara për ndalimin e komatës, se komata është për gjunoha të mëdha, të rrezikshme, pastaj thot yemhaqullahu riba u yurbi sadaqat. Allahu ka me falementu komatën, edhe ka me zhvillu zakatin. E këtu hinë dhe sadakaja, por në radhë parë zakati. Allahu por e falementon komatën, atë pasuri që veprot me komat, edhe e shton pra kapitalin që i pet zakatin te. Allah, kjo është garancioni Allahu xhelle xhelalu. Po ashtu zakati mbron pasurinë të ndershëm vëllezër. Mbron, ai që jep zakatin, mbrohet pasuria e tij. Edhe pse një hadith është i dobët, mirë po dietarët islam, fukahat, juristët musliman justifikohen me të dhe me argumente të paraforta, ku pejgamberi sa ka thonë hasinu amwalikum bis sadaqa. Mbroni pasuritë e juaja përmes zakatit dhe sadakas. Që i bie se ai që jep zakatin thon dietarët islam nuk ka nevojë me marr nuk ka nevojë me marr dikon roje për me ru mallin. Allahu e garanton rujtjen e pasurisë së tij. Po ashtu largon kooperacinë, siç edhe thëka më herët, dhënia e zakatit e largon pra kooperacinë, sepse pra e largon shpirtëlirësinë nga personi. E Allahu xhelle xhelaluhu thekson në Kur'an se ai i cili e ka largu kooperacinë, ai veç ka shpëtu. Wa man yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Allahu thot, kush e ka largu tahmaçarllakun, kooperacinë për vetvetes, ka shpëtu. Për shihni vëllezër tani në Ramazan, krejt kë investim, iftari, pritja musafirit,
Pse kjo krejt? Përveç sevapit, përveç shpërblimit që e kemi ekskluziv, është me largu shpirtëlisin. Vëllezër, duhet me i hap kanaqet tona, duhet me i hap dyert e shtëpijave tona për musafir, sepse musafiri vjen me riskun e vet, musafiri lutet për ty, musafiri nuk të merr kur gjë, të jep musafiri. Prandaj, kjo është me largu tahmaqarllakun, se ja sot kemi akur, nëse na krahasohemi me prind tonë dhe me gjyshrit tonë, siç kanë thënë shumë, na dalmi milionera. Na dalmi milionera krahasojmë me gjyshrit tonë, vëllezër. E a presmi na ma shumë musafir, a kanë prit gjyshit tonë, ata që kanë një mosh, po flas para luftës të fundit që kanë jetu vitet 90-ta. Vëllezër, ku jemi sot, këtë mall që e kemi, këtë kapital, mirë po, si duket, është kërkoj shumë mirë kuptim, po duhet me thonë, luksi i madh nuk po na lën me thirrë dhe musafir. Luksi i madh nuk po na lën shumë musafir me kryej. Wallahi vëllezër, unë po e them këto me përgjithësi. Fokarallak të madh kanë pas prind tonë dhe t'juft. Hamojnë konë zemër gjarë. Prandaj Ramazani vjen më na i largu këtë problem. Nuk duhet me konë të kompleksun. Ata e konë pa komplekse, me një pjatë kanë hangër o vëllezër. Se këto do të kësha bone tim e boj këto. Ja vlen me bo tim, me një sahan kena hangër. Wallahi me një pjatë kemi hangër me një sahan, 10, 15. Sot një person 5 pjata, për atë arsye s'ka musafir. S'ka, që bereqeti që shtë hu, vëllazin, ka pak u bereqeti. Kështu që kem nevoj me u këndel në Ramazan. Le derën qel, në përbotën islamit që shtë në Ramazan, li në dyrë qel, kusht kalëm, e sjell një iftar, pse, për me fitu sevap. E shumë çka ka për thonë. Dhënia e zakatit është falënderim ndaj Allahut, vëllazër. Ai që jep zakatin e falënderon Allahun për kapitalin që ja ka dhënë, për mundësinë që ja ka dhënë. Si na mos me pas shëndetin, çysh e kishim rri kapitalin? Ai që është i hendikeposur, ai që s'ka sy, s'ka vesh, s'ka dur, a ka mundësi me rritë kapitalin? Pa vështirë. Prandaj është falënderim ndaj Allahut xhelalu, që edhe për këtë Allahu ka folur wala in shakartum la azidannakum, nëse jeni shoqërgji, unë do t'ja vështoj shumë. E shumë çka të tjera ka që flasin në këtë aspekt. Është një hadith i pejgamberit që po duam të përmbyll ligjëratën, thot pejgamberi sa për çdo natë, një melek, një angjëll, një melaçe, thot: O Zot, epi ati që po jep. Një angjëll çdo natë lut Allahun. Thret dhe thot: O Zot, shtoja kapitalin ati që po jep. Tjetri thot, një angjëll tjetër: O Zot, paksoja ati që s'po jep. Atëherë, cili është fitimi? Gjithmonë sot jemi në fitim, edhe me shpërblim, me afrim të Allahut dhe në shtohet kapitali. Prandaj të ndershëm vëllezër, e kam edhe një apel për shkak të institucioneve tona që të jemi të përgjithshëm edhe të jemi të sinqert, duke qenë se institucionet tona fetare, islame, medreset, FSI-ja, për bashkësia islame, jeton me pasurinë e popullit, t'juve, sepse nga shteti nuk ndahet asgjë, që kjo është realiteti. Atëherë bashkësia islame bën apel, bën thirrje që të ndihmohet bashkësia islame përmes zakatit juaj dhe sadakatul fitrit edhe sadakas së përgjithshme, sepse janë 3 medresa, ose medresa me 3 paralele në Prishtinë, në Gjilan, Prizren, e meshkujve, e femrave, është fakulteti i studimeve islame dhe shërbime të tjera. Kështu që të ndihmohen institucionet tona fetare, sepse edhe ne, unë si hoxh, jam rezultat i këtyre institucioneve, i kësaj medrese edhe i fakultetit e kështu me radhë, prandaj të ndihmojmë institucionet tona. Allah i shpërblet për vëmendjen, walhamdulillahi rabbil alamin.